Sa herë mund këtë ndodhur që pasi dalim nga kriza, ta harrojmë Zotin që na nxjerr prej saj. E pra, ky është momenti në jetën e çdo njeriu kur stuhia mbaron. Ujërat tërhiqen, dera hapet. Dhe ti del jashtë, por pyetja më e rëndësishme nuk është si dole nga stuhia. Pyetja është, çfarë bën ti pasi del prej saj? Noeu doli nga arka dhe gjëja e parë që bëri nuk ishte të ndërtonte një shtëpi. Ai ndërtoi përkundrazi një altar. Noeu doli me familjen dhe gjallësat prej arkës së shpëtimit dhe ndërtoi një altar për Zotin. Ai ofroi flijime. Dhe Zoti mori aromën e këndshme të këtyre flijimeve dhe pastaj ndodhi diçka e jashtëzakonshme. Zoti bën një vendim në zemrën e tij. Ai thot nuk do ta mallkoj më tokën, derisa toka të qëndrojë. Do të ketë fara, korrje, ftohtë, vap, verë, dimër, ditë dhe natë, dhe këto nuk do të pushojnë. Noeu nuk ndërtoi një shtëpi, por ai ndërtoi një altar. Kjo është thellësisht profetike, sepse ai vendosi Zotin përpara vetes dhe nevojave të tij. Pra, pas një stuhie të gjatë, mund të mendosh për rehati, mund të mendosh për siguri, mund të mendosh për rindërtim, por Noeu mendoi për adhurim. Sa herë dalim nga krizat dhe harrojmë Zotin që na nxjerr prej tyre. Ne themi, Zot më ndihmo, ndërsa jemi në mes të stuhisë, por kur stuhia kalon, themi, tani do të merrem me jetën time. Noeu nuk harroi, ai e dinte, nëse Zoti nuk është i pari pas stuhisë, atëherë stuhia ka qenë e kotë. Teksti thot, Zoti nuhati aromën e këndshme. Kjo nuk është thjesht gjuhë simbolike, do thot që adhurimi i Noeut ishte i sinqert, i përulur, një adhurim sakrifikues. Nuk ishte ritual, por ishte me zemër. Zoti nuk kërkon vetëm veprime të jashtme, por ai kërkon aromën. Lutjet tona kanë aromë, adhurimi yt ka aromë, sakrifica jote ka një aromë. Dhe pyetja është, a është aroma jote e këndshme për Zotin, apo është thjesht një formalitet? Zoti thotë diçka të rëndësishme, se zemra e njeriu është e prirur nga e keqja që në rininë e tij. Por pastaj shton, prap nuk do ta shkatroj tokën. Kjo është thellësisht e vërtet. Zoti nuk e ndryshoi vendimin sepse njeriu u bë më i mirë, ai ndryshoi sepse hiri foli më fort se sa gjykimi. Megjithëse njeriu mbetet i njëjtë, Zoti zgjedh të veprojë. Ky është themeli i ungjillit. Jo sepse ne jemi të drejtë, Zoti na fal, por sepse ai është i mëshirshëm. Jeta vjen të ketë ritmin e pabesueshëm të saj. Verë, dimër, ditë, natë, ftohtë, nxehtë, është një deklarat. Zoti vendos stabilitet në një botë që sapo ka kaluar kaosin. Pas përmbytjes totale, Zoti vendos një cikël të qëndrueshëm. Kjo do thotë, jo çdo ditë do të jetë stuhi. Jo çdo sezon në jetën tuaj do të jetë i errët. Ka kohë për mbjellje, ka kohë dhe për korrje. Pra, nëse sot ndodhesh në një dimër, edhe ky dimër të duket shumë i gjatë, mos harro, pranvera gjithashtu është në kalendarin e Zotit. Pyet e veten sot, çfarë bëj pasi dal nga stuhia? A ndërtoj altar apo vetëm plane për veten time? A ka aromë dhe pesh jeta ime përpara Zotit? A besoj në ritmin e tij apo jetoj në ankth? Sepse stuhia nuk të përcakton ty, por përgjigjja jote pas saj të përcakton kush je, të përkufizon ty dhe personalitetin tënd. Noeu doli nga arka dhe me një altar preku zemrën e Zotit. Ndryshoi historinë e tokës, hapi një epokë të re, një njeri, një altar, një aromë, një premtim. Le të lutemi së bashku. Zot na jep zemrën e Noeut. Mos lejo që të harrojmë ty pas shpëtimit. Na mëso të ndërtojmë altare dhe jo vetëm plane. Le të jetë jeta jonë adhurim e këndshëm për ty. Dhe në çdo sezon të jetës, o Zot, na jep besim të qëndrojmë në ritmin tënd. Bekoj burrat dhe gratë që po ndjekin sot, fëmijët e tyre, familjet, mbroj, udhëhiqi dhe drejtoi ti dhe rrethoj me çdo të mirë që buron nga mëshira jote. I bekuar qofsh o Zot, në emrin e Jezusit. Amen. Miq, nëse meditimi i kësaj dite ka qenë bekim për ju, ju lutem ndajeni me miqtë tuaj në rrjetet sociale. Dhe ju ftoj gjithashtu që të mund të qëndrojmë së bashku në këtë udhëtim të mrekullueshëm të meditimeve tona të çdo dite për të takuar sërish nesër. Miru takoshëm.